أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فلندريم الله مضروار تبارك وتعالى تيوشي بركات الارت ماضري ستي جثر ذا جدهر أبرنويم ذا دشمويم se jemi të mangët, të lavdrojmë, të lartësojmë, të madhrojmë të madhen Allah. Të bareke vë ta'ala, që është aj e ka lartësuar, e ka madhruar vetën e ti, dhe që është meritan lartë madhëria e ti të falenderohet. Hamdha falenderim, Zotit ton deri saj të knaqet me ne, hamdha falenderim, edhe pasi që aj të knaqet me ne. Hamd dhe falenderim në dynja dhe në ahiret. Salavat dhe selam e dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa alihi wa sallam, familjes e ti, e shokëve të ti, dhe të gjithë atyre burrave dhe grave, të cilët kanë ndjekur, kanë pasuar rrugën ati burrë të madhë, deri sa dhe kësaj dite, dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të ndëruar, pasi që i madhi Allah të bareke vë ta'ala përmendi gjendjen e qifutve, pastaj gjendjen e munafikëve, se si ata bashkëpunuan mes vete dhe se si i madhi Allah e ngadhnio të dashurën e tij. Pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam dhe muslimanët, pra pasi përshkrojti gjendjen atyre dy grupeve, në vazhdimi madhi Allah urdhëron besimtarët për takvalluk, për devotshmëri, për punë vepra të mira, për përgatitje për ditën e nesërme, të cilën e quan ditën e nesërme, e që është për qëllim dita e kiametit. Duke urdhëruar musliman që të punojnë, shumë të punojnë, për atë ditë, para se më bo vanë ajo ditë. Pastaj tregon i madhi Zot se nuk janë njësoj ata që punojnë për xhehenem dhe ata që punojnë për xhenet. Ata mund të duken njësoj në këtë dynja, por tek Zoti nuk janë njësoj as në këtë dynja.
Në botën tjetër, gjithsesi do të kuptohet dallimi i madh, shumë i madh, i pakrahasueshëm mes atyre që punuan për xhenet dhe mes atyre që punuan për xhenem, duke garantuar Allahu i madhruar se ata që punuan për xhenet, ata do të jenë fitimtarë, humul faizun. Shkojmë tek komente ajeteve me përsa afërmi për të parë se çfarë na thotë i madhi Zot te bareke ve teala, e që janë ajete prekse. Sigurisht për besimtarin, dhe që thot Ibn Atije, këshill, vajz, këshill e Allahut, apo nga ana e Allahut, për robët e tij, që ta kenë frikë Allahun dhe të punojnë për ditën e Kiametit. Thot Allahumma sa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullah. O ju besimtar, o ju musliman, që besuat Zotin hak, që besuat pejgamberin hak, sallallahu alaihi wasallam, besuat Zotin hak që është meriton dhe që është ka ardhëruar lartë madhëria e tij, që është i përket e tij. E jo me besuar si besim, sepse besimi në vetvete për të madhin Allah është instinkt i çdo krijese, i çdo njeriu, por jo i shëndosh, por jo hak. E kundërta hakit është el batil, është i devijuar. Pra, edhe fetë tjera e besojnë Allahun, andaj mund të supozojnë, të pretendojnë se dhe ta futën këto jo dhe jo. Nga se besojnë Zotin, por jo hak. Do të besuar Zotin hak. Pra ata që besojnë Zotin hak, te bareke ve teala, e besojnë pejgamberin e tij hak, sallallahu taala alaihi wasallam, e besojnë ditën e gjykimit hak, ringjalljen hak, xhenetin dhe xhehenamin hak. O ju musliman, o ju besimtar, ittaqullah, keni dru Allahun. Drujeni Allahut, keni frikë Allahun. Urdhër për takvalluk. Takvalluk është devotshmëri. Devotshmëri është përmbledhje e të gjitha cilësive, të parave, veprave, të cilat të ofrojnë te i madhi Allah azza wa jall dhe shmangje, largim, distancim nga çdo vepër apo veprim që të largon prej të madhit Allah. Takvalluk është emri i përgjithshëm, devotshmëri. Kur thot Allahu ittaqullah, pra ke frikë Allahun, do këtë kuptim i ngushtë në aspektin gjuhësor, por në aspektin shariatik përfshin çdo gjë që afron robin te Allahu në vepra dhe distancim apo largim nga çdo gjë që e largon robin prej të madhit Allah te bareke ve teala. Pra bëni musliman të mirë, bëni musliman të devotshëm. Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Dhe le të ketë kujdes, le të shikon çdo njeri se çfarë ka përgatitur për nesër. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Dhe le të shikon çdo njeri se çfarë ka përgatitur, çfarë ka qu përpara për nesër. Thash Imam Ibn Atije, ai ka vdekur në 500 diçka, pra ka vdekur që gati në 10 shekuj. Allah i madhruar me këtë ajet na këshillon neve muslimanëve, na jep nasihat këshill. Keni dru Allahun, o ju musliman, edhe punoni për ditën e nesërme. Ibn Kathiri, Allah e pas mëshiruar, po dhe ulemat e tjerë të tefsirit, thonë se
Le të shikon njeriu çfarë ka përgatitur për nesër, pra ka nevojë, madje është domosdoshme, që njeriu herëherë të meditoj, le të kujtohet çfarë ka bërë për nesër. Ibn Saadi i vënshëm edhe më gjatë flet për këtë pikë. Dohet robi gjithsesi të ndalet herëherë, nëse jo çdo herë, e të meditoj. Nëse ka ndonjë mangësi në vepra të mira, me përmirësu atë zbratësirë që ka, me pendu të Allahu dhe me pështetë Allahut me ndihmu Zoti, me ngrit. Po nëse ka qalosje, haramje, ka harame, ka të liga, e që çdo njeri mund të ketë me të liga, por jo çdo njeri vazhdon to pa fund. Nuk vazhdon të pa fund, e që i bie deri në vdekje. Se fundi t'i e vdekja. Por në alët e mendon, e deri kur unë du me vazhdu me këtë gjëna, deri kur. Deri kur se Zoti po më thot, shiko mirë, çfarë ke përgatitur për nesër. Pra me që të vepër të keqe, që po i bën zëllon këtine, po i bën atina, po i bën atina, po i bën atina, me çto do me çu përpara, që të vepër me dalë Zotit përpara. Andaj pendohu te Allahu, e distancoj për asaj vepre të keqe, para se më bëva, sepse vërtet për shumë kanë bëhet van. Pra i madhi Allah na urdhëron për devotshmëri, për vepra të mira dhe na këshillon që naluni dhe mendoni e kujtohuni çfarë bët për ditën e nesërme. Dhe këtë pyetje, jo vetëm që është mirë, mja bën njeriu vetvetes, por mja kujto edhe tjetrit, vllaut, babes, shokut, mikut, djalit, këshis, të tjerëve, të fletë për dynja, sa harë të rresh, sa harë të atakosh, për dynja. Dhe është se bëri atë për dynja, boni këtë për dynja, tani të përmene këtë për dynja, se ka qef më krenu, ka qef njeriu, natyra tina, më krenu dhe më lavdru për të tjerëve që këtë për din është i meqëm, ka bo shumë. E që këtë nuk e din se i ka këtë për dresit malkum që e bën me i harru të mirat, por me gjithate, vazhdon. Ja vlen në thonë do njerë, mirë, po kalëzëm që ka bëne për ahiret. Krejt që të që i bëne për dynja. Më të zonë deka sëtë, nesër, qka qove për para, për ahiret, për ditën nesërme. Wal të nëdhur nefëson, dhe le të shikon gjdo nefës, gjdo njeri, ma qaddemet li gadin qka ka qu për para, për nesër. Qa qu për para, për nesër? Jo ka vakt, jo heret është, jo kam zemrën e mirë, jo ku i kec po i bëjsh. Veç vazhdo, kimi gjehel e tjera. Njehe, të kryfshin pun, njehe. Po ta në këto vërtetojnë atë se ti jetë në një mjegullirë të pa fund, të ka hup odha në bërë ty. Ty odha në bërë të ka hup. Allahu në ruajt. Qka qove për para për nesër, wal të nëdhur nefësun ma qaddemet li gadin. Ka thonë për nesër, sepse ditë e kiametit, është nesër. është nesër. E arabët, në gjuhën e vetë, çdo sen që është e ardhme, thojnë nesër. Po dhe ne thim gjuhën tonë, po nesëra. Nuk e kena qëllimin kuptim të sakt nesër, e që vije dita nesër, në pas përfundon dita e sotme, por kemë për qëllim në vijim, shpejti, vjen ajo ditë. Pra, atë shpejt vjen dita e kiametit,
dhe atë shpejt vjen koha me këqyr punët e tua, dikush tjetër, se ti me mujt as vetë si këqyr, dhe as se lën tjertë me këqyr, me i pa, por të qesin pa. Atë shpejt vjen e ditë sa që duket sikur se nesër. Dhe në fakt, çdo gjë që është e ardhme, është e afërt, sepse koha nuk nalet hec. Ka mundësi, prapë thot Ibn Atije, me ditën e nesërme është për qëllim dita e vdekjes. Le të këshyr, le të ketë parasysh se cili prej jush çka bën për vdekje. Në rregull është, ky kuptim është në rregull, edhe ky kuptim, sepse vdekja mas vdekjes është krejt e ardhme, është e ditës kiametit. Anëpse në kuptim të parë, kanë thonë shumica absolute komentatorët Koranit, e mufessirëve se është fjala për ditën e kiametit. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Dhe keni frikë Allahun, për përsëri të madh Zot sërish. Fillim tha keni frikë Allahun, tash prapë thot keni frikë Allahun për ta vërtetuar e për ta siguruar se sa e rëndësishme është frika, është devotshmëria, është sinqeriteti ndaj të madhit Allah te bareke ve taala. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Dijeni se Allahu azza wa jall është khabir, i informuar në detaje. I informuar në detaje. As gjë nuk e ik atij prej asaj që bëni, çka veproni ju. Fund. As gjë. Pra punë të vogla, punë të mëdha, punë të mshefta, punë të dukshme, punë të mira, punë të këqija, për sy e faqe, për zot Zotit, për lek, për dënja, për ahiret, që të gjitha i din në madhë Zot. Andaj, kujna po jam shef, kanë po e renti, s'kam vakte, ka kohë, kanë. Je jam i mire, jam shumë i mire, jam ma i mire, mund shumë, kanë. Kujna për i të regan të që je i mirë. Për të regan Allahut që ta di vetë vetën tanë ma mirë se ti dhe se shdo kështë tjetër, s'ke nevoj. S'ke nevoj. Pra i madhi Allah të bareke ve taala na urdhëron për devotshmëri, taqvalluk, na urdhëron që të shikojmë mirë, që ja kujtojmë vetë vetës, çka po punojna për nesër. Sepse wallahi ata që punojmë këtë dynja, këna me lanë këtë dynja dhe është për këtë dynja. Fund. E që tash kjo është teme gjatë, për kemi shumë për të folë në jetet vijuse, me folë për dynjanë, për belat të dynjas, të mirat e të këqijat e dynjas, ka sa të dush. E që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë robi, mali, pasunia prongan, pasunia, ditën e natën e me grua me fëmijë, me vllaznie, natë ditë, i rijen, pleshnije, pjekurije, dhe në së të mdeke se. A ka diçka tjetër, çka ka tjetër prej pasurisë ti përpos, ata që hanë dhe harxhan, ma ekele, ata që hanë dhe harxhan, ata që e lën dhe ja marrin të tjerë, dhe ata që qënë për para dhe i mbetit, këtu i mbetit. S'ka tjetë. Ose hanë vetë, ose helen të tjerëve. E hajnë në vlad. E tani, ata din për njerë, asa din për njerë. A që ka bëhet, ti nuk e din. Po ti nuk e këzan. A ti je mytë për ta, i shkatru e dërmu për ta. Ti edhe hretën ke hu për të bëhëkia, për që ta e vlad të tu. Edhe ata që ke që për para dhe i mbetit. Ajo mbetit. E gjithë se kje nuk do të thëtë runa zëtë me kuptu se dhe me këthi shpinë në ahiretë, për dhe të me kuptu realitetin me këthi shpinë në dynjas, për dhe të me kuptu dhe realitetin në dynjas. Ka që? Kuptu realitetin në dynjas. Mëse qëtë para ahiretë. Ma di asbara me ahiretë. Asbara zi. Se si avlen? Se si avlen. Nuk e avlen. Zbanët pa dynja, por gjithë se zbanët pa ahiretë. Dhe ahiretë është me i blef shumë. Andaj të punojnë për ahiretë. Shumë më shumë, se sa që punojmë për dynja. Allah i madhruar në vazhdim për të na kujtuar edhe më shumë, për të na nxitur këtë parim, devotshmërinë dhe të punuarit për ditën e nesërme, dhe mos më harrua ditë, thot Allahu, wala takunu kalladhina nasu Allah fa ansahum anfusahum.
ulaike humul fasiqun. E mos u bëni se ata që harruan Allahun e Allah i bëri ta harrojnë vetën e vet. E mos u bëni se ata që harruan Allahun të nga mas dënjas. E harruan Allahun takvallokun frigën ndaj të madhit të Zot. E harruan Allahun, nuk punuan për ahiret. E harruan Allahun, e harruan farzën e Zotit, urdhrin e Zotit, urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dhan prioritet kujtës, qefit. Unit vet, dynjas. Pavarësisht pajtënës, pajtën feja, i grake. Mos e bëni për të Allah, mos e bëni të atil, që harruan Allahun e Allahu i bëri me harru vetën e vetë. Ka shumë kuptime ndërto dhe me gjëra dhe me parafërta. I bëri Allahu që të harrojnë punët e mira, nuk i la Zoti me punu punë të hajrit shkretit derisa nxani vdekja, sepse harrun Allahun. E i dënoi Allahun në këtë dynja, duke u ahjeshuar, zbukuruar punë të këqija, duke i harru punë të mira, duke harru vdekjen, duke harru daljen para të madhit Allah dhe llogaridhënien ditën e Kiametit, dhe dita nata java muaj viti hecin, dhe nxanë vdekja. Për ata për ty nësë ka hajrë, e Allah për thëtë në fund, ulaike humul fasiqun, të atillet janë të prishur, janë fasik, janë gjinaqar, janë mëkatar, janë shërr, janë njerëz që bëjnë vetë këqija, sepse njeriu momentin që bën, keq ka t'i vjen uni, që t'ja kanë atina dhe nuk e këqyr parimet qellore, është pamundur, pa bërë keq, madje pa bërë krim, madje pa bërë fesad, pa qenë fasik. Në këtë fisk, në këtë dynja, Allahu në ruajt. Tani i madhe Zot sjell një krahazim për t'ja kujtuar besimtarëve, por edhe të tjerëve nëse duan ta kujtojnë, se nuk janë barabartë ata që punojnë për xhenet dhe ata që punojnë për xhenem. La yastavi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul gjenneti humul faizun. Pra pasi që i urdhëroj musliman të punojnë punë të mira për ditën e nesër për xhenet. Përgatitën për xhenet, tash po i përgëzon. Dhe po i thot Allahu, nuk janë një lloj, nuk janë njësoj, nuk janë të barabartë banorët e xhenetit dhe banorët e xhenemit. Nuk janë barabartë. Banorët e xhenetit humul faizun, janë ata fitimtarët që do të fitojnë me emrin Allahut Azza wa Jall. Nuk janë njësoj. Nuk janë njësoj. Për atë arsye njeriu do ta ketë parasysh këtë parim, ta ngolis në kokën e tij deri në des. Nuk mund të shtim me bë që ka bën një qufar, një jo musliman. Sepse nuk mundesh me qenë si ai. Nuk mundesh me qenë. Kuptoje. Pra, s'ma bon feja, s'ma bon karakteri, s'ma bon dini, s'mon të bëj. Po tonë për bojnë, edhe nëse e bojnë të tonë. Që ka lidhe kja bojnë të tonë, e bojnë gjisma, e bojnë një dhejta. Që ka lidhe kja punë me parimet e mija, s'mon të bëj. S'mon të jemë si të tjerë, s'mon gjveshen, me se kejtë tata që gjveshen. S'mon, sepse nuk mund të jemë barabartë. Gjenetlia, gjenemlia. S'mund të pi alkohol. Po kretë da s'morët po pinë, këtë gjine po pinë. Po pinë janë zaft fryme, tonë fryme janë zaft. Se e kanë mira, për lakmana, s'mund të pi. Ma dhe s'moj rri atë. Ma dhe s'moj qëndraj atë. A s'mund të shatë. Ka bojnë asë mkatë. S'mund. Po tjerë po vrajnë, po vjedhën, po mashtrojnë, po. Ata vjedhën, vrajnë, mashtrojnë, korruptohen. Po nësë mund të bëjnë. Sepse unë jam njësë për xhenet. Ne jam njësë për xhenet, o ju njerës. Ata janë njësë për xhenet. E Allah po nuk janë të njëjtë, nuk janë barabartë. Ashabun nar, banor të xhenemit, dhe banor të xhenetit.
Banorët e gjenetit, humul faizun, janë ata fitimtarët që fitojnë. El faiz i bjen i pari që del. Në gjuhën arabe i bjen i pari, qaj që dha provimin, doli pa. Janë fitimtarët. E ty shme qenë barabartë, kurse gjenet litë, shkojnë gjenet. Gjehnem litë, shkojnë gjenet. Ku ka barazi këtu? Ku barazia e shimit të knatësive në gjenet, runa zët me shimin e vujtjeve, e torturave, të pa fund, të pa përshkrushme. Të gjehnemit, Allahu në ruaj. Këta knatësi, e lumëturi të përkryer, këta vujtje e tortura të pa fund. Ku me qenë barazi. Andaj këta janë fitimtarët. Ama fitimtarët, por këtë dynja kanë punu. Këtë dynja kanë pas frikë Allah. Kanë pas frikë Allah. Kanë jetu për Allah. Dhe kanë jetu me fjallën e Allahut. Dhe kanë punu për ditën e kiametit. Madje edhe kur se ka ditë kush. Edhe atëherë kur se ka ditë kush. Pra kanë punu edhe punë të mishefta. Shumë. Do është ta ma shumë se sa që i kanë pa të tjerët. Kanë thonë na gjinin këtë na gjinin. Na gjinin këtë na gjinin. Le të bëjmë të për ditë kiametit. Le të bëjmë të për ditën e nesërme. Na shta në gjinët nesër. Na shta në gjinët nesër. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pra, nuk janë barabartë ata dhe ata. Allahu në bo për gjenet live, e ju për gjenem live, e ja Rabbel Alamin.